Pasiguria dhe dështimi i procedurave tenderuese në fazën e parë të portit të ri në Porto Romano kanë diktuar një lëvizje të fortë në buxhetin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Sipas të dhënave zyrtare, Ministria e Financave në aktin normativ për ndryshimin e buxhetit 2026 janë shkurtuar thuajse tërësisht fondet e dedikuara për transportin detar, i cili reflekton drejt për drejt në bllokimin e këtij projekti strategjik. Buxheti në KZ ka pësuar një shkurtim të ndjeshëm prej 98.4%, duke zbritur nga 14.9 miliard lek në vetëm 247 milion lek. Ky ndryshim erdhi si pasojë e zhvillimeve të fundit negative, ku më 9 mars 2026 tenderi për fazën e parë u anullua pasi kompania e vetme në garë, Archirodont, u tërhoq nga procesi pa dorëzuar oferte financiare. Tërheqja e kompanisë u argumentua me rritjen e kostave të ndërtimit për shkak të pasigurisë globale, ndërsa procesi u shoqërua gjithashtu nga gjetjet mbi mangësinë e dokumentacionit të tenderit. Aktualisht projekti është në lupën e Spakut, i cili ka sekuestruar dokumentacionin pranë autoritetit portual të Durrësit për të verifikuar ligjshmërinë e procedurës deri tanishme. Planet fillestare kishin parashikuar përfundimin e fazës së parë të portit brenda vitit 2025, një objektiv që tashmë ka dështuar. Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano është planifikuar si një investim me vlerë për fazën e parë prej 400 milion euro. PATVSH, financimi i këtij projekti është parashikuar të mbuluohet nga buxheti i shtetit.